shohësh kohëve të fundit kur këta e quajnë tradhtarë dhe Rifat Jasharin. E shohin Rifat Jasharin se ka shku në një familje tradhtarësh në familjen Haradinaj. Dhe nëse ne shikojmë, këto dy familje janë emblematike në kombin shqiptar, jo vetëm Kosovë, po në mbar shqiptarin, në shekullin e fundit, familjet më të ndritura dhe t'i quajnë tradhtarë atëherë kush jemi ne të tjerët. Dhe realisht shumë herë njeriu ja shtron vetes pyetjen nëse këta njerëz janë tradhtarë, atëherë vërtet kush janë patriotët? Ne s'kemi patriot pastaj, sepse njerëzit që i kemi në qeveri, oponentët politik që për shkaqe të bindjeve të ndryshme, të interesave të tyre, shajnë, fyejnë, linçojnë çdo njeri që mendon ndryshe, s'ka lidhje mendon shumë kombëtarisht ose jo. Reagimi im atë ditë ka qenë si rezultat edhe pak i ngarkesës emocionale, megjithse, e kam thënë disa herë, absolutisht nuk do të hiqja asgjë nga esenca. Po të mos ishte emocioni, ndoshta kisha me qenë më i kujdesshëm në intonacion dhe në ndonjë shprehje aty këtu, por në materie absolutisht nuk jam i penduar as pak në ato që kam thënë. Arsyeja e emocionit ishte sepse vllau 28 vite më parë ka pas mbi 30 plumba në krahëror për gjatë shpatullës, për gjatë dorës dhe deri te shuplaka e dorës ku dhe është shkatruar dora me gjithë dorkapsin e automatikut, sepse pozita e tij që ka qenë i shtrirë në pozicion nga prapa që është gjujt nga serbët, në distancë 15 metra nga dy ushtarë serb me mitraloza pa ndërprer, po Zoti ka thonë që të mos vdesë dhe e kanë shku plumbat nga prapa kokës ka veshje, kanë kap komplet në krahëror për gjatë dorës deri në dorkaps, që ka qenë nëse shikojmë 1 centimetër ose më pak se 1 centimetër që ta kapi në kokë dhe të vritet. Pra, për vite tëra nuk ka qenë interesuar që të bëj protezë, pastaj ne sikur nuk ja kemi imponuar dhe si mi marrë me atë punë sikur të gjithë jemi mësuar me realitetin dhe duke e ditur që për çka e ka humbur dorën, pra e kemi konsideruar sepse vërtet njerëz që japin gjymtyr për lirinë e dheut, ata janë heroj gjallë, pavarësisht që një klasë politike në Kosovë herojtë e ne don vetëm të vdekur të gjallë të quajnë tradhtar, siç është rasti me Haradinaj, Luanin e don se është i vdekur, po jo Ramushi është tradhtar, se është i gjallë. A në të njëjtën kohë dhe Ramushi është heroj gjallë. Pra, 28 vite me vonë erdhi situata që erdhi deri te një protezë elektronike, në një bisedë stil për kafe, një vizitë te mjeku, njëri ndër mjekët e mirë shqiptar, këtu kardiolog Sulejman Qela, i mjek i imi, të cilin e përshëndes, tha pse s'kujdesesh për një protezë, edhe po i tregoj unë realitetin, se vllau s'ka dashur edhe ne nuk jemi marrë me atë punë, edhe ai thotë po shkon teknologjia e fundit është shumë e mirë, dhe unë e shoh që vllau nuk është më ai që ka qenë, që thoshte jo s'po du, hezitoi edhe u ndal. Dhe kur ne pim kafe, hyra në bisedë dhe kuptova që deri 2 vitet e fundit nuk e ka munduar, po ai më tregon që 2 vitet e fundit e mundon ajo punë, dhe unë e kuptoj që ai në 2 vitet e fundit pas ka provuar edhe përmes organizatës veteranëve të luftës me rang kontakt me ministrinë, si që dëgjon Ministrinë e Shëndetësisë, atë financave, cila është ajo përgjegjëse atje, po me një fjalë ka hasë në për ministrinë birokraci shumëta dhe ka hek dorë pa dëshirën e tij. Dhe kur unë e kuptoj këtë realitet, pastaj unë u bëra shumë këmbgulës që të vazhdojmë dhe vazhduam. Ditën e fjalë ishim në matjet e fundit të protezës dhe në përcaktimin e fundit të protezës ishin disa proteza mbi tavolinë, të gjitha parafërsisht njëjta, po me dallime me nuanca të vogla që kanë rëndësinë e vet. Dhe në momentin që filluam të përcaktimi i protezës, mendojmë ndryshe unë edhe vllau, me qenë se proteza ishte për atë, unë vendosa të dal jashtë që të mos jem pjesë e vendimarrjes tij, sepse mendova në të ardhmen ai ka të drejtë me mendu si ndoshta proteza tjetër kishte qenë më e mirë, më imponon vllau e tjera. Dhe unë thash po dal jashtë, edhe me gjithë kundërshtimin e vllaut edhe të mjekut prezent unë dola jashtë, po si dal jashtë, isha tepër në emocion, sepse gjatë kohës së matjeve ishte hera parë pas 28 viteve që unë e shoh vllaun tim që e shkruan emrin e tij me dorën e djathtë, me protezën elektronike, e mban një paculet në dorë, kishim emocione të shumta edhe unë edhe vllau. Dhe kur unë dal jashtë hyn Facebook, momentin që hyn Facebook, sheh komente sepse unë gjithmonë kam menduar ndryshe nga politika antikombëtare që po luhet në Kosovë, që më është bërë zakon të them nga partia antishtet në pushtet. Dhe hapi Facebookun, çka po do me pa? Ti je tradhtar, je me Vučićin kur si me Albinin, pjella serbe, t'ja kanë bërë anës kështu serb të ke dal ti, tjera dhe me një fjalë isha aq i mbushur sa që nuk pata mundësi me ndal veten edhe kam reaguar me një herë. Pra është mënyra e reagimit është si rezultat i një emocioni të prum, sepse në një moment ti je me vllaun që ka humbur dorën në moshën 20 vjeçare për lirinë e këtyre që lehin, shajnë, fyejnë, linçojnë sot. Dhe le që nuk vlerësohesh për atë,
po përkundrazi ofendohesh, shahesh, një nën që e ka la gjakun e djalit vet, një nën që ka kthy buk me qindra luftëtarëve të lirisë, ajo shahet sot edhe thuhet se serbet kanë punu me ta për me dalun, do më thonë shikoj ke ku shkojnë, po kjo nuk ka gjë ma turp. Mund vjen marrë prej aty në çfarë sharje shbojnë se i shojnë antar tjerë të familjes, po edhe nëse janë gjithë njësoj, krejt familja, a kanë turp, a kanë pik digniteti me e pa deri ku janë kufite normales. Po mos u pajto me mua, po kritikon me argumente, po edhe nëse më fyj diçka brenda kufive se edhe sharja i ka kufite vet. Pavarësisht që ne edhe sharjet i kemi në fjalorin e gjuhës shqipe, po jo të këtyre përmasave, jo të këtyre formave, jo deri në këtë shkallë. Dhe reagimi im ka qenë këtë formë, e përsëris edhe një herë, edhe në mënyrën më të qetë, asgjë nga esenca nuk do të hiqja. Do të isha më i kujdesshëm në intonacion dhe në shprehje pak do t'i kisha zgjedhë. Përndryshe, nuk jam i penduar as pak.